Tani kryeministri thotë janë tërhequr amerikanët. Fondacioni Soros është tërhequr momentalisht dhe jo amerikanët. Amerikanët aty i ketë tek rruga e Elbasanit, printojnë viza, refuzojnë edhe viza në këto kohë që flasim në këto momente. Por ajo që unë e di është shumë saktë, shumë qartë, jo vetëm informacioneve, por edhe logjikën e linjës së Trump, që e studioj dhe shikoj vazhdimisht duke u zhvilluar jo vetëm në zyrën e tij, por edhe përtej zyrës së tij në gjithë botën, dihet qartë që ndikimi i tij pas 20 janarit është një kërcënim konkret për të gjithë shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Përfshi edhe vendet që janë anëtarë të NATO-s që nuk janë anëtarë të Bashkimit Evropian. Shqipëria, për shembull, është një nga vendet kur qartësi do kuptojmë jo tani, në një moment tjetër, që kanë ardhur agjentët, i kemi në Shqipëri, janë në disa zyra edhe të shtetit për komunikime, por edhe hetime, sepse mos harrojmë faktin se komunikimet janë edhe hetime, se janë puna e tyre, pra pyesin pse këto lek janë shpenzuar, ku kanë vajtur, dhe në rast që kanë vajtur diku, të shikojmë rezultatin e tyre që të shenojmë tek raporti i shërbimit. Prandaj kanë ardhur, nuk kanë ardhur për të bërë takime në hotele luksoze dhe për të bërë foto, kanë ardhur për të kryer detyrën e tyre, dhe detyra e tyre është shumë e qartë, hetoni pararat e taksapaguesve amerikan, sepse linja Trump është një linjë që nuk do të shikoni për 100 vitet e ardhshme, një linjë të tillë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas ikjes së Trumpit. Që do të thotë, kanë ardhur në zyrat shqiptare, kanë takuar individ, kanë dhënë porositë e tyre dhe kanë thënë një mesazh shumë të qartë që asnjëri nuk e beson. E besoje ti, i nderuar, që do arrestonte Veliaj? Jo. E besoja unë? Jo, se duke parë që Veliaj ka pas fuqinë më të madhe dhe mbështetjen më të madhe të amerikanëve, normalisht nuk e besoje. Por a e beson ti që Veliaj u arrestua sepse ka bërë vepra penale? Jo, sepse as unë edhe ti nuk e besojmë, se atë duhet të shikoj gjykata. Po a e beson ti edhe unë dhe qytetarët? Kur flas ti edhe unë, pra ta kuptojnë edhe qytetarët, edhe qytetarët e kuptoni ju që u bë para se Ramës të shkojë në zgjedhje? Pse? Sepse ishte një ndihmë për Ramën që duke mos pasur në këmbët e tij gjatë formimit të listave Erion Velin, me ndihmën e Dumanit dhe Datos, ai e çoi Veliajn në burg. Pse? Që të shmangej një konflikt, një problem i brendshëm në Partinë Socialiste. Arrestimet e Spakut, të Plepave 2, nuk janë thjesht ajo që na thonë që këta që kanë të gjithë të korruptuar. Po, mund të jenë të korruptuar, po kush jemi ne të vërtetojmë dhe të nxjerrim vendin gjyqësor korrupsioni. Prandaj në një moment ka ndodhur edhe kjo ngjarje e rëndë, që të fshej ngjarjen tjetër që është akoma më e rëndë. Ardhjen e disa personaliteteve, disa individ, agent, që të studiojnë ku kanë shkuar parat e amerikanëve. Dhe përsëri ekziston një zarf i kuq, i zi, i jeshil blu, vendosni çfarë jemi doni. Po unë thjesht ju them përmbajtjen. Atë eliminuar brenda. Edhe sikur ta marrësh pushtetin